Është finalizuar operacioni policor I koduar Wrong Project si rezultat I aksionit policor me objektiv konstatimin dhe goditjen e rasteve të ndërtimeve të palishme. Vije në pranë nga 5 inspektorë të IMT Tiranë, pasi kanë shpërdoruar detyrën duke lejuar ndërtimin pa leje të 3 objekteve në një zonë rezidenciale në Sauk. U ndaluan shtetasit GM 38 vjeç, KR 48 vjeç, AD 35 vjeç, OC 41 vjeç dhe ED 32 vjeç. U proceduan në gjendje të lirë shtetasja ED 35 vjeçe, si dhe u shpallën në kërkim shtetasit GM 32 vjeç, KD 37 vjeç dhe AN 46 vjeç. Veprimet operacionale për këta shtetas u kryen për veprën penale shpërdorimi I detyrës. Gjithashtu, u ndaluan shtetasit BG 35 vjeçe dhe RG 36 vjeç me detyra përkatëse drejtuese teknike dhe inxhinieri subjektit, si dhe u shpallën në kërkim shtetasit EK 55 vjeçe dhe SS 67 vjeç, bashkë administrator të subjektit ndërtues dhe shtetasja ESH 45 vjeçe, arkitekte në këtë subjekt. Veprimet operacionale për këta shtetas u kryen për veprën penale ndërtimi pa ligjshëm. Policia vijon punën për kapjen e 6 shtetasve të shpallur në kërkim. Gjithashtu vijojnë hetimet për të dokumentuar përgjegjësinë penale individuale të 14 shtetasve të implikuar në këtë rast. Materialet procedurale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë për veprimet mëtejshme.